Dikur funksiononte si kinema dhe qendër kulture, ndërsa sot është kthyer në një vend depozitimi mbetjesh dhe dyshohet se përdoret edhe nga persona që konsumojnë lëndë narkotike. Godina ish kinemas në qendër të fshatit Nart është kthyer në një shqetësim për banorët e zonës. Problematika bëhet edhe më e madhe për faktin se kjo godinë ndodhet shumë pranë shkollës nëntëvjeçare, duke shtuar rrezikun për fëmijët. Brenda godinës së braktisur gjenden mbetje të shumta, madje edhe shiringa që dyshohet se përdoren nga konsumues të lëndëve narkotike. Rreziku shtohet edhe më tej pasi në zonë ka puseta të hapura. Banorët e zonës e ngren vazhdimisht të shqetësim dhe kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të marrë masa. Sipas tyre, godina është privatizuar pas viteve 90, por është lënë në gjendje të amortizuar dhe është kthyer në një vend grumbullimi mbetjesh. Mbi të gjitha, kjo situatë përbën rrezik për nxënësit e shkollës nëntëvjeçare, pasi godina ndodhet shumë pranë saj. Ka vite që shprish. I asgjë është pronë e njerit. Hedhin këtu, çfarë të bëjnë? Ja, hedhin këtu tani mbeturinat. Të ankojnë këta të shkollës. Jo unë s'kam pse të ankojnë. E kupton apo jo? Shkolla është që duhet të ankojnë këtu. Këta s'ankojnë. Të sjellin shëndetësinë, të sjellin ata. Nuk është për mua. Shteti e bën këtë, e shikoni i zbraz këto mondicjet, se të flasin italisht se kanë të. Ata vinë shtetin shumë i rregullt. Po vinë ditë për ditë dhe po i marrin mbeturinat. Këto e duhet i pastrojnë, po kush i pastrojnë? Ti pastroj komuna, ti pastroj dikush tjetër. Tu është kjo ndërtesë, kinema është për private të njërit. Kinema. Tani është ajo që është, bodrum. Bodrum është, a nuk di gjë, ato punë gjeni vetë. Nuk marrë vesh na. Të pastrojë të bëhet çfarë dojë. Ata që e prishin ajo është e rregullt. Kinema e Nart. Në kohën e demokracisë tani që prish. Jo fare. Po kjo është privatizuar valla, e ka dikush. Po, e po s'janë këtu ata, prandaj. Ata që e kanë s'janë këtu. Është ambienti ndotur. Patjetër që mbeturina, sa thua, dalin njerëz. Pisligja. Kjo kinema, vatër kultura, çka ka qenë kështu. Se unë kam 27 vjet që jam marrë. Kam qenë sekretari një propagandist brigate. Diru si italisht, sigën gumbaj, gumbaj në thëngë. E di plot me le mos e pyet për meturin. Patjetër. Shiko për ambientin. Shiko. Ndjo këtu. E di që ka thënë Stalini ma, pastërtia është mama e shëndetit. Godina ish kinemas në fshatin Nart ndodhet në këtë gjendje prej vitesh. Deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet, ndërsa ajo është kthyer në një vend depozitimi mbetjesh të ndryshme dhe dyshohet se përdoret edhe nga konsumues të lëndëve narkotike. Një problematik që rrit rrezikun jo vetëm për banorët e zonës, por mbi të gjitha për shkollarët, për shkak të vendodhjes së saj.